Për dallim me fillim kur kam filluar ushtrimin e profesionit para 9 vite, afër 10 viteve, që do të thonë jena paragjyku, jena pa si pak ma pak, jena në ndërsu në sallat e gjykimit, tash kjo është dukshëm, është më e larguar, dhe mendoj se femrat në profesionin e avokatisë, gjithmonë flas edhe për vete dhe për kolegët, do të thonë janë shumë zona në profesionin e avokatisë, është hekur ajo dyshimi se për shembull përpara 10 viteve, do të thonë është shikuar profesioni i avokatisë edhe në barë botën, po edhe ne në Kosovë është pas si profesion burrash. Tash palët nuk e kanë problem që të angazhojnë për që të përfaqësojnë një femër në gjykatë. Do të thonë unë kam pas raste që ende kam gulin që ta kem një avokat burr, ndërsa ka raste që ka ardhur nga mos profesionalizmi i një avokati burr, ka ardhur ka kërku një avokate femër. Edhe mendoj se kjo pozita e femrës në profesionin e avokatisë është përmirësuar dukshëm në viteve të fundit. Profesioni i avokatisë nuk është i paragjykuar vetëm te femrat, po ka edhe te meshkujt. Për shembull te rastet mediatike që në rastet e rana ishte, do të thonë është avokat burr që mbron të akuzum, do të thonë ki komentet negative, ti nuk do të më mbrojt avokati kështu, do të thonë nuk e kuptojnë ende se profesioni e avokatisë është kategori kushtetuese, është obligim, do të thotë për veprat penale që parashihet dënimi mbi 5 vjet, gjykata nuk mund të zhvillojë procedurën penale ndaj tyre. Për veprat për personin që është ndaluar i arrestuar, nuk mundet policia, prokuroria që ta intervistoj, që ta ndaloj për praninë e avokatit. Po. Do të thonë është mbrojtja e detyrueshme.